Si mendoni për ata që thonë se nuk ka urdhër kuranor për mbulimin e femrës? Këta njerëz flasin pa dije, ose keq shpjegojnë citatet e Kuranit dhe të Sunetit. Pasi qartësisht në dy ajetet, dy pjesët e Kuranit që i përmenda pak më përpara, Allahu i Lartësuar ka urdhëruar për diçka të tillë. Edhe ka dhe hadithe profetit sallallahu alaihi wasallam që flasin për mbulimin e femrës. Kështu që ky qëndrim është në kundërshtim me Kur'anin, me Sunetin, madje edhe me ixhmain e ummetit. Këto janë interpretime që kanë dalë shekullin e fundit. Njerëz që pretendojnë se nuk e ka detyrë femra të mbulohet. Pasi muslimanët brez pas brezi kështu e kanë kuptuar Kur'anin, hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush thotë që nuk është detyrë kuranore, nuk është urdhër kuranor mbulimi i femrës, ai është kundërshtim me Kur'anin, kundërshtim me rrugën e besimtarëve. Se ka kuptuar kush në këtë mënyrë Kur'anin. Dhe kush ndjek një rrugë tjetër, jo rrugën e besimtarëve musliman, që nga koha e profetit deri më sot, ajo është në rrugën e zjarrit të xhenemit. Siç ka thënë Allahu i Lartësuar në Kur'an, "Wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Kush e kundërshton të dërguarin mbasi e ka marrë vesh qartë të vërtetën dhe ndjek një rrugë tjetër, jo rrugën e besimtarëve, nuwallihi ma tawalla, ne do ta mbajmë në rrugën që ka zgjedhur. Do ta çojmë të huaj dënimin në zjarrin e xhenemit dhe sa përfundim i keq është ai. Allahu i Lartësuar thotë, kundërshton të dërguarin mbasi e ka marrë vesh të vërtetën dhe ndjek një rrugë tjetër, jo rrugën e besimtarëve. Atëherë pra, rruga e besimtarëve është kjo. E kanë pranuar mbulimin e femrës si detyrë. Brez pas brezi. Ai që thotë se ka detyrë është kundërshtim me rrugën e besimtarëve, nuk në rrugën e besimtarëve, por në rrugë tjetër. Rruga tjetër, sipas ajit të Kuranit, çon në zjarrin e xhenemit, Allahu na ruaj. Prandaj kush sajon interpretime të ajeteve dhe të haditheve që janë kundërshtim me atë që kanë kuptuar muslimanët brez pas brezi, kundërshtim me gjuhën arabe, me kuptimin që i kanë dhënë muslimanët brez pas brezi, ai nuk është rrugën tonë, rrugë të keqe. Allahu na ruaj.